Sot feston 2 vjetorin e lindjes djali i Xhensila Myrtezajt dhe Bes Kallakut. Edhe pse çifti prej kohësh janë të ndarë dhe jetojnë veçmas, të dy kanë zgjedhur që në këtë ditë të veçantë të flasin si prindër dhe jo si ish partner. Në llogaritë e tyre në Instagram, Xhensila dhe Besi kanë ndarë urime të ndjera, të mbushura me dashuri, mirënjohje dhe lutje për të voglin e tyre, duke treguar se pavarësisht ndryshimeve në jetën personale, ata mbetën të bashkuar në një pikë, tek fëmia. Xhensila ka publikuar një video të realizuar me kujtime nga momenti i lindjes së djalit e deri më sot, fragmente nga pritja, përqafimet e para, lojrat dhe çastet intime nën e birë. Krahas videos, këngëtarja ka shkruar një dedikim shumë emocional, ku e quan të birin dritë, bekim dhe shpëtim. Amen, ti bebe e bekuar që solle dritë në jetën time, solle forcë aty ku mendova se s'kishte asgjë, dhe më dhurove çdo ditë copëza parajse, që nuk e dija të ishin të mundshme. Ti je ëngjëll që erdhe në botë, me sytë e qeshur që shuan çdo errësirë, dhe më bëri të kuptoj se dashuria është diçka më e fuqishme se çdo mundim sakrificë. Çdo hap i yt është një bekim për këtë botë, dhe kur të shoh, më duket sikur shoh një pjesë të qiellit, këtu midis nesh. Jeta ime tani ka kuptim, sepse ti ke sjell dritën e ti, pa u trembur nga errësira. Ti më dhe forcën që nuk e dija se e kisha. Me ty çdo vështirësi u bë më e lehtë dhe çdo errësirë mori dritë. Ti më shpëtove, amen. Më shpëtove jetën, shpëtimtari im. Fal teje ndjej se mund të pushtojmë botën të tre së bashku. Qëndro gjithmonë i mirë ashtu si erdhe, si një ëngjëll biri im. Duaje veten, duaje gjakun tënd dhe duaj çdo kënd të botës, pavarësisht nëse ata e meritojnë apo jo. Krishti qoftë gjithmonë me ty, me duar të shtrira mbi ty, me forcën që të udhëheqë dhe të mbron çdo ditë. Ti je më shumë se çdo njeri që mund të njoh, je pjesë e diçkaje më të madhe. Gëzuar ditëlindje në ëngjëllim, shpirti im i ndritshëm, je drita që mbush jetën time, dhe falenderoj Zotin që ekziston, që je këtu, që je djali im. Të dua me një dashuri që as fjala s'mund ta përshkruaj, por që është më e fuqishme se çdo dritë, më e fortë se çdo dhimbje. Unë gjithmonë do të jem këtu për ty, me zemrën time të hapur dhe pa kushte. Të dua, mama Sila. Përfundon dedikimi i Xhensilës për Amen. Edhe Bes Kallaku ka zgjedhur Instagramin për t'i uruar të birit ditëlindjen, me një mesazh më të shkurtër, por po aq të ngrohtë dhe besimplot. I vogli im, djali me super fuqi ëngjëllore, i bën 2 vjeç. Urrit me Zotin biri im. Ai do ta plotësoj shpirtin dhe do të forcojë eshtrat. Me gjithë dashurinë e zemrës time, them Amen.